sa të kemi ndoshta një audio pak më të qartë për të vijuar së bashku transmetimin direkt. Duaj që në këto momente të përcjellim këto pamje të drejtë për drejta të situatës që është duke ndodhur në këtë kompleks pallati në Tiranë. Mund të shohim sigurisht të përfshirë nga flakët të gjithë kompleksin e pallatit, por nga ana tjetër dhe ndërhyrjen e zjarfikëses që po bën të mundur në këto momente shuarjen e flakëve apo deri tek ajo që është më e rëndësishmja, pikërisht largimin e njerëzve nga zona apo qofte dhe të apartamenteve. Ende nuk dihet situata, këto janë pamjet pra të qytetarëve të cilët janë duke larguar një të moshuar nga ky kompleks pallatesh i cili ka marrë flak pas ditën e sotme. Jemi me pamje drejt për drejta në ekranin e Ora News. Nga ana tjetër shohim ndërhyrjen e zjarfikëses, ndoshta e pamundur deri në pjesën më të lartë të pallatit, duket që i gjithë pallati në njërin anë ka marrë pjesë, pra duke përfshirë të gjitha katet. Megjithatë, do të mbetet në vijim për të verifikuar se çfarë ka ndodhur konkretisht që ka bërë të mundur pikërisht pra marrjen në flak të këtij kompleksi. Qoftë fasada e saj, si kundër dhe kolegu më herët raportoi dhe përcolli drejt për së drejti në ekranin e Ora News. Shohim në këto momente edhe ekipet zjarfikëse të ndodhur në vendngjarje duke punuar për shuarjen e flakëve. Një situatë dramatike e ndodhur pikërisht në zonën e 5 Majit në Tiranë, pranë spitalit Nën Tereza. Këto janë pamjet nga larg që mund të shohim shtëllungat e tymit apo qoftë edhe flakët në këtë kompleks pallati. Një situatë dramatike, ende pa informacione nëse ka dëme në njerëz, duke pasur parasysh se është një blok pallatesh, gjë që mundëson ndoshta dhe kalimin e flakëve në të tjera apartamente. Megjithatë, të paktën nga puna që shihet, po mundësohet largimi i qytetarëve, evakuimi i tyre menjëhershëm dhe më pas ndërhyrja për shuarjen e flakëve. Këto janë pamjet e drejt për drejta në ekranin e Ora News me ekipin e zjarfikëses të cilët po afrohen në pjesën më të lartë të pallatit. Qartazi mund të shohim dhe fasadat të cilët janë duke rënë në këto momente si pasojë e përfshirjes së të gjithë kateve në këtë kompleks pallati. Ende nuk ka informacione, por do të shkojmë edhe një herë me kolegun Vatnikaj. Edison, nuk e di nëse më dëgjon në këto momente?